me hirin e Zotit duhem të shohim se ç'është Pashka e Krishtit. Ç'është Pashka që festojmë ne, kur festohej Pashka, çfarë rëndësie ka Pashka. Pra të flasim për temën e Pashkës me hirin e Zotit. Unë do të filloj pak nga dhjata e re tek Ungjilli Lukës në kapitullin e 22, do të lexoj ca paragrafe, që të shohim se si bëhet, domethënë se si na mësoi Jezu Krishti të festojmë Pashkën, se si e bëri vetë Pashkën Jezu Krishti. Dhe pastaj do të vazhdojmë të shohim që kur zën fill Pashka, dhe do të lëvizim domethënë në fjalën e Zotit që nga Eksodi. Do të vazhdojmë pastaj. Sido që tjetë, do të vazhdojmë tek paragrafi 7 i kapitullit 22 tek Luka, 7 deri në 23. Do t'i lexoj këto paragrafe dhe vazhdojmë. Tani erdhi dita e të ndormeve. Dita e të ndormeve është dita e ndormeve, do të thotë është ditët kur e përgatitjes Pashkës. Këto janë ditët e ndormeve. Domethënë janë ditët që të ejtën nëse nuk bëj gabim, dhe pas dikush që do të flasë pas me, pas ta vlla Andrea apo Altina, kurse që tjetë, nëse për ditën e ndormeve dim diçka tjetër se nga ku fillojnë fiks, le të na thojnë. Por janë përpara Pashkës, domethënë, dhe vetë buka që ishte pa maja, domethënë është bukë, edhe kjo lloj bukët kështu pa maja quhet bukë ndorme në shqip. Por këto ditë me çfarë di unë, janë ditët të paktën nga entja, ditët e ndormeve. Se dita e ejta është këtu, përpara se të kryqëzohet Jezu Krishti të premten që kryqëzua. Pra tani erdhi dita e të ndormeve, kur duhet therrur flijimi i Pashkës. Dhe Jezusi dërgoi Pjetrin dhe Gjonin duke u thënë: "Shkoni e na bëni gati Pashkën që ne ta ham." Dhe ata e thanë: "Ku dëshiron ta përgatisim?" Atëherë ai tha atyre: "Ja, kur të hyni në qytet, do t'ju dalë përpara një njeri që mban një brok ujë, ndiqeni në shtëpinë ku ai do të hyjë. I thoni te Zoti të shtëpisë, mësuesit të çon fjalë, ku është salla në të cilën mund të ha Pashkën bashkë me dishepujt e mi? Atëherë ai do t'ju tregojë një sallë të madhe të shtruar, aty do të bëni përgatitjet." Ata shkuan pra dhe gjetën ashtu siç tha dhe përgatitën Pashkën. Dhe kur erdhi ora, ai ul në tryezë dhe bashkë 12 apostujt. Atëherë ai u tha atyre: "Kam pasur dëshirë të madhe të ha këtë Pashkë bashkë me ju para se të vuaj. Sepse po ju them se nuk do të ha me të tillë derisa ajo të plotësohet në mbretërinë e Perëndisë." Pastaj mori kupen, falenderoi dhe tha: "Merrni këtë dhe ndajeni midis jush. Sepse unë po ju them se nuk do të pi me nga fryti i hardhisë derisa të vi në mbretëria e Perëndisë." Pastaj mori bukën, falenderoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë: "Ky është trupi im që është dhënë për ju, bëni këtë në përkujtimin tim." Po kështu pas darkës mori kupen duke thënë: "Kjo kup është beslidhja e re në gjakun tim që është derdhur për ju. Por ja, dora e atij që më tradhon është me mua mbi tryezë. Sigurisht biri i njeriu të shkon, siç është caktuar, por mirë ai me anë të cilit është tradhuar." Atëherë ata filluan të pyesin njëri tjetrin se kush nga ata do ta bënte këtë gjë. Lavdia emrit të Zotit për fjalën e Perëndisë. Tek Ungjilli Lukës këtu është plotësisht se si bëhet marrja e trupit dhe gjakut të Krishtit, dhe dua me hirin e Zotit të vazhdoj, kjo ishte sa një hyrje domethënë, të shkojmë tek Eksodi edhe të shohim se kur u festua Pashka për herë të parë në njerëzimin. Në njerëzimin domethënë në popullin e Izraelit. Se Pashkë përveç bijve të Perëndisë që besojnë në Jezus Krishtin, nuk ka tjetër kush. Pashkë festojnë vetëm të krishterët, ata që besojnë në Jezu Krishtin. Edhe në dhjatën e vjetër ishte vetëm populli i Perëndisë që festoi Pashkën, dhe jo popujt e tjerë. Dhe kjo gjë u bë në kohën kur populli i Izraelit ishte në sklavërinë e egjiptasve në atë kohë, flitet se ishte në vitin 1513 përpara Krishtit, domethënë ishte koha kur u bë Eksodi.
Vetë fjala pashk do të thot eksod. Eksod ose dalje në Shqip. Se fjala eksod nuk është Shqip, por është dalje. Dalja do të thot dalja, do më thënë çlirimi nga gjendja e mëkatit, ose nga skllavëria që është në mëkatin dhe të jetë i lirë. Kjo është pashka e Jezu Krishtit. Pra të vazhdojmë që tek Eksodi është kapitulli 12, do ta lexoj që të futemi në temë akoma më mirë se si u bë pashka që në dhjatën e vjetër. Pra pashka ekzistonte që shumë përpara se të vinte Krishti. 1513 vjet përpara se të vinte Krishti. Lexoj tek kapitulli 12 e Eksodit, nga 5 deri tek 12 mbase. Lexojmë se si bëri Zoti, si porositi që të festojnë Pashkën. Kjo gjendje, nëse do ta shpjegojmë pastaj. Pra 12 Eksodi 12 5 deri tek 12, kapitulli 12, paragrafi 5. Qengji juaj duhet të jetë pa të meta, mashkull, motak. Mund ta merrni një qengj ose një kec. Do ta ruani deri në ditën e 14 të këtij muaji, dhe tërë asambleja e popullit të Izraelit do ta therrë atë në të ngrysur, pra në darkë. Pastaj do të merrni nga ai gjak në pot të darkë, të marrin gjakun e qengjit, thotë këtu, dhe do ta vënë mbi 2 shtalkat dhe mbi arkitraun e shtëpive ku do ta hanë. Do të thënë do të marrin gjakun që do të bëjnë flijimin dhe do të lyejnë 2 shtalkat, pra 2 ansoret direkta, si mund t'i themi ndryshe, 2 ansoret e portës edhe arkitraun e portës lart. Bile këtu në Greqi kanë pasë e bëjnë arkitraun lart e bëjnë me qeri këto, kur kthehen nga kisha bëjnë një kryq sipër. Por nuk na ka porositur Zoti që të marrin të ndezin qerin dhe të bëjmë ato kryqin bëhet zi atje, zi si korbi, por këtu në dhjatën e vjetër na thotë se morën gjakun e qengjit dhe lyen shtalkat dhe arkitraun e shtëpive dhe në atë shtëpi që do të hahi flijimin. Do të hanë mishin e pjekur në zjarr po atë natë, do ta hanë atë me bukë pa maja, pra bukë ndorme, dhe me barishte të hidhura. Nuk do të hani fare mish të gjallë apo të zirë në ujë, por të pjekur në zjarr me kokën, këmbët dhe të brendshmet. Dhe nuk do të lini asnjë mbetje deri në mëngjes, dhe çdo mbete deri në mëngjes do ta digjni në zjarr. Do ta hani në këtë mënyrë, i ngjeshur, sandale mbathur dhe me bastunin tuaj në dorë, pra me shkop në dorë, shkopin që është për udhtim. Do të hani me nxitim se është pashka e Zotit. Deri këtu do të lexoj, që mos merrem shumë, domethënë me leximin, por të bëjmë pak shumë shpjegimin që bën në dhjatën e vjetër. Erdhi engjulli i Perëndis, i dërguar nga Perëndia, engjulli shkatërrues. Pra edhe engjulli shkatërrues i urdhëron Perëndia. Erdhi për të goditur të parlindurit e të gjithë egjiptasve. Të parlindurit e egjiptasve ishin të gjithë ato që janë të parlindur në atë shtëpi mashkuj. Nëse ishte në një shtëpi gjyshi, që ishte vllai i parë i lindur nga vëllezërit që kishte për shembull, gjyshi. Nëse ishte i biri, nëse ishte nipi, dhe u bë gjë e madhe atëherë. Dhe si vdiqen këto? Vdiqen sepse erdhi engjulli shkatërrues dhe ku nuk kishte gjak të lyer në shtalkat dhe në arkitraun e portës, engjulli futi në atë shtëpi dhe shkatëronte. Bente godiste pra të parlindurit burra ose meshkuj që ishin në atë shtëpi. Ku nuk ishte gjaku i qengjit atëherë, pra vëllezër dhe motra. Dhe sot e kësaj dite, ku nuk ka forcë gjaku i Jezu Krishtit, kush nuk therrët Jezu Krishtin dhe nuk kërkon që gjaku i Krishtit ta lajë nga çdo mëkat, është i goditur nga mëkati. Zoti të na mëshiroj për këtë çështje. Pashka e Krishtit për herë të parë atëherë u festua pra, dhe populli i Izraelit atë natë në mëngjes, pasi hëngrën qengjin, u bë flijimi dhe hëngrën qengjin, dhe me gjakun e qengjit lyen shtalkat e portës dhe direkun lart, të nesëmën në mëngjes u nis dhe u çlirua nga skllavëria që ishte në Egjipt. Dhe vazhduan rrugën e tyre për 40 vjet në shkretir, ku brezi i tyre nuk u fut, dhe 40 vjeç, nga 20 vjeç dhe lart, domethënë, të gjithë lanë kockat e tyre në shkretir. Përse se nuk ju bindën Zotit. Nëse nuk është kjo tema jon tani, do të vazhdojmë të shih ku u festua përsëri në dhjatën e vjetër Pashka e Krishtit. Nuk u festua vetëm atëherë kur dolën nga Egjipti,
por edhe në kohën kur populli i Izraelit ishte afruar që të hynte në tokën e premtuar. Ka vdek Mojsiu dhe ka marrë stafetën Jozeu. Dhe në momentin që janë përpara Jerikos, nëse doni ta shohim pak, nëse ta hapit ta shohim pak tek Jozeu, kur u festua përsëri Pashka, domethënë, thjesht të kemi dituri, jo se na kështu për datën e vjetër Pashka nuk na prek shumë ne, po thjesht të kemi dituri se ç'ishte Pashka e Krishtit, ç'ishte Pashka që festohej atëherë. Lexoj tek Jozeu në kapitullin e 5, 7, 8, 9 dhe 10. Kështu Jozeu i rrethpreu bijtë e tyre që Perëndia i kishte vënë në vend të tyre sepse ishin të pa rrethprerë, sepse nuk ishin rrethprerë gjatë rrugës. Pra që të marrësh Pashkën e Krishtit do të jemi të rrethprerë. Jo në rrethprerjen e mishit të njerëzit, po të kemi të rrethprerë zemrën tonë. Nuk mundet një njeri që nuk është i rrethprerë, pra nuk e ka pranuar Zotin në jetën e tij, nuk është rilindur, dhe një njeri që nuk e kupton ç'është trupi dhe gjaku i Krishtit, nuk mundet ta marrë. Pra Jozeu i rrethpreu, ishin sikur tham pak përpara, pak pa hyrë në tokën e premtuar. Kur mbaroi rrethprerja e tërë meshkujve, ata qëndruan atje ku ishin në kamp derisa u shëruan. Atëherë Zoti i tha Jozeut: "Sot ju hoqa turpërimin e Egjiptit." E hoqi turpin në mëkatit dhe ai vend u quajt Gilgal deri në ditën e sotme. Bijtë e Izraelit e ngritën kampin e tyre në Gilgal dhe kremtuan Pashkën ditën e 14 të muajit në të ngrysur në fushat e Jerikos. Pasi kremtuan Pashkën në fushën e Jerikos, ndaloi edhe mana që binte nga qielli. Dhe u futën pastaj dhe pushtuan Jerikon. U futën në tokën e premtuar. Këtu shohim se u kremtua pra pas daljes nga Egjipti, u kremtua Pashka në vjatën e vjetër. Pastaj u kremtua disa herë të tjera edhe nga mbretërit. Mbreti Josia, nëse shohim tek libri i dytë i mbretërve, në kapitullin e 23, do të lexoj 3 paragrafe, 21, 22 dhe 23, tek kapitulli 23 tek libri i dytë i mbretërve. Mbreti i dha tërë popullit këtë urdhër: "Kremtoni Pashkën për nder të Zotit, Perëndisë tuaj, ashtu siç është shkruar në këtë libër të beslidhjes." Me siguri një Pashkë e tillë nuk ishte kremtuar gjithashtu kështu nga koha e gjyqtarëve që kishin qeverisur Izraelin, dhe as në tërë kohën e mbretërve të Izraelit dhe të mbretërve të Judes. Por në vitin e 18 të mbretit Josia, kjo Pashkë u kremtua për nder të Zotit në Jeruzalem. Dhe kremtohi Pashka në dhjetën e vjetër, e kremtua njerëzit Pashkën deri në Pashkën e Krishtit. Dhe tani vim tek dhjata e re, që të mos marrim për dhjatën e vjetër, se si bëhet Pashka sot. Tham se si u bëte në kohën e kaluar, që ishte gjaku i qengjave dhe i cijepve dhe që ishte përshlirje në mëkatit. Përshlirjen e mëkatit sot në dhjatën e re, përpara se të flasë si marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, duhet ta shohim pak përshlirjen e mëkatit tek letra e parë e Gjonit me hirin e Zotit në kapitullin e 2 dhe paragrafi 2. Nuk është me e themun tani, nuk e thot këtu. E themun nuk është me gjaku i qengjave dhe i cijepve, por është gjaku i Krishtit që shlyen për ne, vëllezër dhe motra. Kjo është Pashka që festojmë ne. Dhe thot, te kapitulli 2 i letrës së parë të Gjonit dhe paragrafi 2, ai është shlyer si për mëkatet tona dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ata të gjithë botës. Kushdo që thërret për emrin e Krishtit do të shpëtohet. Dhe me gjakun e Krishtit na shlyhen mëkatet. Dhe këtu tek letra e parë e Gjonit përsëri në kapitullin e 4, na thot fjala e Zotit tek paragrafi 10. Në këtë është dashuria e Zotit. Jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyrjen e mëkateve tona. Kapitulli 4, paragrafi 10, letra e parë e Gjonit. Pra shlyrësi i mëkateve tona me gjakun e tij është Krishti që na pastron dhe na çliron. Jo gjaku i qengjave dhe i cijepve që bëhen në dhjatën e vjetër. Nuk ishte e mundur kjo. Dhe thot shumë mirë dhe apostulli Paul këtë. Por dua të qëndroj tani se si marrim trupin dhe gjakun e Krishtit në mënyrën se si e bëjmë ne në kish. Dhe kjo është Pashka që bëjmë ne përfundimisht. Dhe do ta mbyllim me teon.
E thot tek Luka që lexuam pak përpara, paragrafi 17 tek kapitulli 22. Po ju them se do të po. Pastaj mori kupën, falenderoi, mori kupën, kupa do të thot është kupa e verës, që ka verën e tij. Falenderoi dhe tha: "Merrni këtë dhe ndajeni midis jush." Keni kujdes tani këtu, është i vetmi ungjilltar që e thot kështu. Thot: "Merrni kupën, pra merrni verën dhe ndajeni, jo pijeni, por ndajeni midis jush." Nëse doni shikojeni me kujdes këtë mënyrën se si e bëjmë edhe në kisha tona. Përpara merret gjaku, domethënë vera, dhe ndahet në përgota, sikur se e bën në kishë tonë. Pra mori kupën, falenderoi dhe tha: "Merreni dhe ndajeni midis jush." Dhe e la aty ku ishte, domethënë në përgotat. Sepse unë po ju them se nuk do të pi mua nga fryti i hardhis derisa të vinë mbretëria e Perëndis. Pastaj e kishte verën përpara aty, pra tha: "Merreni dhe ndajeni midis jush", nuk tha: "Merreni dhe pijeni." Pastaj mori bukën, falenderoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë, u dha tani. Nuk e ndau, po domethënë në përgota, por u dha tani bukën. Pasi ndau, u dha bukën, pra e kanë bukën në dorë. Ky është trupi im që është dhënë për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim. Ky që jepet për ju në shqip, këtu ku thotë të keni kujdes nëse keni Biblat përpara, është e mirë që ta shikoni pak me kujdes këtu. Ky është trupi im që është dhënë për ju. Nuk është përkthimi i saktë, është dhënë për ju, por jepet për ju. Përkthimi i saktë në shqip është jepet për ju trupi. Pra, nëse është dhënë një herë, çfarë force do të kishte sot për ne që marrim nesër është dita e diel, që do të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit. Por edhe nesër, me anë të besimit, Krishti kryqëzohet në kryq të Golgotës dhe jep trupin e tij dhe derdh gjakun e tij për ne. Pra jepet trupi i Krishtit, jo është dhënë. Kur thot është dhënë, do të thotë se u dha një herë dhe mbaroi. Kjo për të krishterët deri në rrëmbimin e kishës është i dhënë trupi i Krishtit, jepet domethënë. Jo është dhënë dhe ka mbaruar, por jepet. Pra është përkthim i gabimit. Po kështu pas darkës do të thotë pasi morën bukën. Tek 20 lexoj. Mori kupën duke thënë: "Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju." Dhe morën pra edhe këtu morën edhe verën, pra morën gjakun e Krishtit. Në këtë mënyrë festojmë ne Pashkën. Pra, në kisha që shkojmë ne, që ta përmbledhim me pak fjalë, është ndahet në përgota vera, hyhet buka, jepet dhe shpërndahet buka, merret buka dhe pastaj merret edhe vera. Luka e ka domethënë në bazë të kësaj bëjmë në përkisha tona ne. Po të shohim tek ungjilët e tjerë, thot direkt thot për bukën dhe nuk flet përpara se ndahet gjaku. Domethënë trup e vera. Kurse vetëm Luka thot përpara ndahet vera, pastaj merret buka dhe pastaj merret vera. Kjo është Pashka jon, gjaku i Jezu Krishtit është ai që na pastron nga çdo mëkat vëllezër dhe motra, rëndësi ka që të pendohemi të gjithë ne dhe të mos shohim gabimet tek tjetri, por Zoti na thot të shqyrtojmë veten tonë që të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit. Nuk mund të them për askërkën për jush sa mëkatar është filani, por do të shoh për veten time sa mëkatar jam unë. Të shqyrtoj veten time që ta marr dhe të bëhet bekim në mua, thot apostulli Paul tek letra parë e Korintasve, kapitulli 11, nuk e di paragrafin që të mos mbaj më unë. Thot ta shqyrtojmë mirë, shumë e mirë fjala në shqip, ta shqyrtojmë veten tonë. Nuk na thot Zoti të shqyrtojmë të tjerët. Nuk na ka sjellur Zoti të gjykojmë dhe të shqyrtojmë të tjerët. Ne do të gjykojmë veten tonë. Dhe që të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit për bekim dhe jo për mallkim. Të dielën e kaluar mora trupin dhe gjakun e Krishtit. Nesër do ta marr prapë trupin dhe gjakun e Krishtit. Të dielën e kaluar ishte Pashka e Krishtit. Nesër do të jetë prapë Pashka e Krishtit. Përse marrim trupin dhe gjakun e Krishtit çdo dielë? Nëse doni ta shihni rëndësinë, sikur thot Zoti jon, ta bëni këtë deri në ardhjen time, dhe këtë do të bëjmë deri kur të vijë Krishti ose deri këtë na thrasë Krishti që dalim në qiell. Në mënyrë personale kam fjalën, ose me rrëmbimin e kishës. Kjo do bëhet gjithmonë. Dhe na thot tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6, dhe na sqaron shumë qartë.
Nuk do të lexoj gjitha paragrafet, do të lexoj, janë shumë paragrafe, por do të lexoj 54 që kam këtu përpara. Ku shamishin tim dhe pigjakun tim ka jetë të përjetshme, dhe unë do ta ringjall atë ditën e fundit. Një paragraf që kaloj ora, nuk dua të zgjatem më. Mirë bani ta lexoni gjithë kapitullin e 6 tek Gjoni, nga 50 e poshtë, janë 9 paragrafe. Pra që të shkojmë dhe të kemi jetën e përjetshme, duhet të marrim nga trupi dhe nga gjaku i Krishtit. Të jemi të pastër dhe të marrim nga trupi dhe gjaku i Krishtit. Është urdhër i Jezu Krishtit që na ka dhënë. Hapeni gjithë sonte siç jemi dhe shikojeni tek kapitulli i 6 i Gjonit. Ungjilli sipas Gjonit, nga 50 deri në fund, deri tek 59, jo deri në fund. Kush nuk merr nga trupi dhe nga gjaku i Krishtit, thot dikun, nuk ka jetë në te. Prandaj është shumë e rëndësishme që të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit. Kurse pashka që ham një herë në vit të gjithë ne, është thjesht për të mbush barkun. Kjo që ham dhe bën tavolinat dhe therrim qengjin, kush e ka? Nuk ka të bëje as pak me Krishtin. Nuk është më ka të ham për pashk në tavolinë me të tjerët që do ashtu, por nuk është që është diçka për shpirtin ton, është për barkun ton. Kurse trupi dhe gjaku i Krishtit që marrim çdo diele është pra qëndrojmë në Krishtin dhe Krishti qëndron në ne. E thot një paragraf tjetër këtu, nuk dua të zë më kohë. Pra marrim që të qëndrojmë në të dhe të qëndrojnë në ne dhe deri ditën që do të vjen të na marrë. Hiri Zotit Jezus Krisht qoftë me ju të gjithë. E falenderoj Zotin për temën që vëllezërit kanë hapur, është vërtet një temë shumë e rëndësishme, qoftë për ne që e festojmë çdo të dielë, qoftë edhe për të gjithë ata që na dëgjojnë vëllezër, që të arrijmë të kuptojmë se çfarë është pashka në të vërtetë në dhjatën e vjetër dhe çfarë është pashka në dhjatën e re vëllezër. Ashtu siç thanë vëllezërit, me detaje se si do të festohej pashka në dhjatën e vjetër, ishte një urdhërim i Perëndisë që në ditën e fundit që populli i zgjedhur i Perëndisë do të shkëputej nga dora e faraonit, Zoti ju dha këtë urdhërim që të therej një qenj pa të meta, ashtu siç vëllezërit e përshkruan, do të lyej shtalka e derës së sipërme dhe angjëlli i vdekjes që do të kalonte aty, ku do të shihte gjak, nuk do të hynte. Aty ku nuk do të shihte gjak, do të hynte dhe do të vdiste i parëlinduri i asaj shtëpie. Ky ishte urdhërimi i Perëndisë dhe ju tha që atë ditë të rinin të veshur, të ishin të gatshëm, sepse pikërisht atë ditë Zoti do t'i çlironte nga dora e faraonit. E falenderojmë Zotin. Dhe ndodhi vëllezër ashtu siç të gjithë e dimë historinë, atë ditë ju tha Zoti do të merrni bukë pa maja, dhe buka pa maja e asaj dite u bë festë e të ndromeve, që do të thotë festa e bukës pa maja. Dhe ju dha urdhër që do të festonin këtë festë një herë në vit. E falenderojmë Perëndin. Pashka në dhjatën e vjetër vëllezër simbolizon daljen e popullit të Izraelit, popullit të zgjedhur të Perëndisë, nga dora e faraonit. Dhe kjo festë festohej një herë në vit në të gjithë popullin e zgjedhur të Perëndisë. E falenderojmë Perëndin vëllezër. Kjo ishte pashka e dhjatës së vjetër dhe të gjitha të tjerat i plotësuan vëllezërit në shkrimet e dhjatës të vjetër, unë nuk dua të marr kohë në dhjatën e vjetër. Por dua vëllezër të jemi në dijeni që pse pashka në dhjatën e re festohet çdo javë. Nëse në dhjatën e vjetër festohej një herë në vit,
Pashka në dhjatën e re festohet çdo të diel. Sipas fjalës të Perëndisë, vëllezër, shohim, le ta ndjekim pak me vëmendje në Ungjilli sipas Markut, në kapitullin e 14, vargu 12, po lexoj, vëllezër. Tani në ditën e parë të festës së të ndromeve, ku flijoi Pashka, dishepujt e vet i thanë ku don të shkojmë dhe të përgatisim për të ngrënë Pashkën. Ishte dita e parë e festës, jo dita e parë e Pashkës, vëllezër, e festës së të ndromeve, që fillonte festa, ishte 7 ditë festa e të ndromeve. E falenderojmë Perëndinë. Në ato 3 festat e vjetore që i porositi Mojsiun, festa e të ndromeve ishte 7 ditë, që do të thotë do të anin bukë pa maja. Dhe në këtë ditë thotë që festoj sepse jemi akoma në dhjatën e re, në dhjatën e vjetër, vetë Jezus Krishti do ta festonte Pashkën ashtu siç festoi në dhjatën e vjetër. Dhe ju thotë, e pyesin ku don që ta am Pashkën. E falenderojmë Perëndinë. Deri këtu, vëllezër, në atë ditë, Jezus Krishti po Pashkën bashkë me dishepujt, ashtu siç ishte porositur Mojsiu. Lavdi emrit të Shenjtë. Kurse, vëllezër, dua të mbetem në ajo që thash pak më përpara, pse festohet javë për javë, ne shohim, vëllezër, që në Veprat e Apostujve, në kapitullin e 20, është shumë e rëndësishme, vëllezër, sepse ka shumë që e festojnë një herë në 3 muaj, e festojnë një herë në 6 muaj, e festojnë një herë në vit Pashkën. Janë të krishterë, vëllezër. Por ne pse e festojmë javë për javë, duke u bazuar në fjalën e Perëndisë, kjo është arsyeja që ne festojmë çdo ditë të parë të javës. Dhe shikoni, vëllezër, se çfarë thot në Veprat e Apostujve, aty ku fillon dhjata e re dhe Veprat e Apostujve, do me thënë kisha e Perëndisë, thotë në vargun 7, ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën, pali i cili duhet të nisej të nesërmen, bisedonte me ta dhe e zgjati fjalën deri në mesnatë. Këtu tregon, ky varg, vëllezër, tregon që ata ishin mbledhur ditën e parë të javës për të thyer bukën. Dita e parë e javës, vëllezër, është dita e diel. Në greqisht do të thotë Kyriaki, që do të thotë dita e Zotit. Dita e dytë në greqisht e ena do të thotë Deftera, që do të thotë e dyta. Dita e martë do të thotë Triti, që do të thotë e treta. Prandaj fjala e Perëndisë na i përcakton ditën e parë të javës, që i bie, vëllezër, në shqip dita e dielë, në greqisht Kyriaki. Dhe prandaj ne festojmë çdo ditë të parë të javës. Për të mos u zgjatur përsëri në këtë, vëllezër, ky është vargu që na jep të kuptojmë që çdo javë ne marrim nga trupi dhe gjaku i Krishtit. Do të shkojmë, vëllezër, në letra e Korintasve, ajo për të cilën ne çdo ditë të dielë, vëllezër, marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, na mëson apostulli Paul se si do të kryhet kjo ditë.
Dhe thotë në vargun 23, në letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 11. Më ndiqni me vëmendje vëllezër. Sepse unë mora nga Zoti atë që ju transmetova dhe juve. Se Zoti Jezus, në atë natë që po tradhtohej, mori bukën dhe si falenderoi, e theu dhe tha: merreni, hani, ky është trupi im që është thyer për ju, bëni këtë në përkujtimin tim. Gjithashtu, pas darkës, mori edhe kupën duke thënë: kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim. Bëni këtë sa herë që të pini në përkujtimin tim. Sepse sa herë të hani nga kjo bukë ose të pini nga kjo kupë, ju shpallni vdekjen e Zotit derisa ai të vijë. Prandaj, ai që ha nga kjo bukë ose pi nga kjo kupë e Zotit padinjësisht, do të jetë fajtor i trupit dhe i gjakut të Zotit. Por secili të shqyrtoj vetveten dhe kështu të haj nga buka dhe të pi nga kupa. Sepse ai që ha dhe pi padinjësisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit. Për këtë arsye ka në mes ju shumë të dobët e të sëmurë dhe shumë vdesin, sepse po të shqyrtonim veten tonë, nuk do të gjykoheshim, por kur gjykohemi ndreqemi nga Zoti që të mos dënohemi bashkë me botën. Amin. Për kujtesë vëllezër, në momentin që Jezus Krishti do të thyente trupin dhe do të jepte gjakun, do të tregonte në midis dishepujve gjakun e tij, diçka po ndodhte aty vëllezër. Njeri nga ju tha: Zoti do të më tradhtojë. Të gjithë vëllezërit, dishepujt atje u shqetësuan me të madhe vërtet, sepse të thotë Jezus Krishti që një nga ju do të më tradhtojë, nuk është gjë e vogël vëllezër. Por pse u a thotë Jezus Krishti dishepujve këta? Për të parë ne sot vëllezër madhështinë dhe dashurinë e madhe të Perëndisë për çdo njeri, për çdo mëkatar. Zoti i jep mundësinë deri në orën e fundit që njeriu të pendohet. Prandaj këtu në Korintasit unë do doja të ndalem pak, por do të flas pak për këtë dhe do të ndalemi diku që ka lidhje me këtë që po ju them vëllezër. Aty vëllezërit thanë: mos jam unë ai që po tradhtoi Jezus Krishtin. Dhe shikoni vëllezër, edhe vetë Juda e pyet dhe i thot: mos jam unë. Këtu vëllezër, të gjithë dishepujt që i thanë mos jam unë, ishin të pastër në zemrën e tyre. Dhe kërkonin nga Zoti të dinin çfarë është ajo që po ndodh. Kurse Juda vëllezër, në zemrën e tij kishte hipokrizi. Sepse Juda në mes të dishepujve dhe në praninë të Zotit, në ato momente në xhepin e tij kishte 30 dinar që ishte paguar për të shitur Jezus Krishtin. Dhe thotë: mos jam unë ai. Shikoni vëllezër se çfarë hipokrizie në praninë të Zotit. Dhe Zoti i tha: ti po thua. Dhe tani vëllezër, porosia që na jep Zoti nëpërmjet apostullit Paul për thyrjen e bukës, që sa e rëndësishme është kur ne jemi përpara se të marrim nga buka dhe nga vera. Nuk më pëlqen ta them nga buka dhe nga vera vëllezër sinqerisht, sepse kur ne marrim atë, ajo nuk është bukë
Dhe ajo nuk është verë, por ajo është trupi i Krishtit dhe gjaku i Krishtit, vëllezër. Dhe kur Zoti Jezus Krisht thotë, bëni këtë në përkujtimin tim, sepse unë nuk do të ham më nga kjo bukë dhe nuk do të pim më nga kjo verë, derisa të përmbushet në mbretërinë e Perëndisë, por ju do ta bëni në përkujtimin tim deri në atë ditë sa të jemi në prani të Perëndisë. Vëllezër, para se të marrim nga trupi dhe gjaku i Krishtit, në kishë bëjmë një lutje. Lutja që bëjmë, vëllezër, në kishë është njeriu të pastrohet, ka kohë një orë në lutje, duke i thirrur Zotit, duke dëgjuar mesazhe nga Perëndia nëpërmjet dhuntive që Zoti i jep në kishë, dhe kështu kisha rritet dhe shinjtërohet ditë për ditë. Pas lutjes që simbolizon, vëllezër, aleluja, pastrimin e zemrës tonë përpara Perëndisë, ashtu siç Zoti ju premtoi që do t'ju dërgonte nga qielli manën e premtuar në mes të shkretëtirës dhe do t'ju ushqente në shkretëtirë, lutja është, vëllezër, ajo vesa që binte në mëngjes, pastrohej vendi atje përpara se të binte mana, dhe pastaj binte mana atje që është fjala e Perëndisë. Ky është rregulli që kemi në kishë ne, vëllezër. Që lutemi në fillim, pastrohemi, vëllezër, dhe pastaj marrim nga mana, që është fjala e Perëndisë, gjatë predikimit, e falenderojmë Perëndin, ushqehemi, vëllezër, dhe tani, në këtë ditë të parë të javës, jemi përpara këtij flijimi të madh që Perëndia bëri për popullin e vet. Jemi përpara, vëllezër, dhe kur marrim, para se të marrim nga trupi dhe gjaku i Krishtit, Zoti thotë, shqyrtojeni veten tuaj. Shikojeni, vëllezër, veten tuaj kur marrim nga trupi dhe gjaku i Krishtit, të jemi të pastër në zemër, vëllezër, dhe të mos kemi urrejtje në zemër për askën. Ta kontrollojmë veten, thot, sepse midis jush ka shumë të sëmurë, të dobët dhe shumë vdesin. Për çfarë arsye? Sepse nuk tregojmë kujdes, vëllezër, në këtë moment kaq të rëndësishëm. Është flijimi, është Krishti, vëllezër, është përjetësia që është përpara nesh. Si do të marr nga trupi i Krishtit që u flijua për mua, që Perëndia bëri këtë flijim kaq të madh, dhe unë nuk jam i pastër, dhe unë kam diçka me vllajën, dhe unë nuk flas me motrën sepse se si më shikoj. Këto gjëra në kishë, vëllezër, nuk duhet të ekzistojnë. Nuk mund të ketë në trupin që është tempulli i Perëndisë ku ne do të marrim këtë flijim, ku banon Perëndia, fryma e Perëndisë, që është personi i tretë i Trinitetit të Perëndisë dhe banon brenda meje, unë të kem urrejtje në kishë dhe të marr nga trupi dhe gjaku i Krishtit. Nuk mundet, vëllezër. Shumë vdesin, thot. Dhe nga kjo pësoi edhe Juda, vëllezër. Zoti i dha mundësinë, dhe nëse Juda në ato momente që Jezus Krishti po i fliste, do të thoshte, Zot, këto kam marrë, kaq më kam paguar për ty, Zot, por unë dua të adhuroj emrin tënd, ka gabuar, Zot. Zoti erdhi në mish që të njohë dobësitë tona dhe na njeh të gjithëve në dobësitë që ne kemi.
I di Zoti se çfarë kemi vëllezër, sepse një thellësinë e zemrës të çdo njerit Zoti. Por do ndërgjegjen ton, pastërtinë ton ta sjellim përpara Perëndis. Dobësinë ton, shqyrtojeni veten tuaj, kontrollojeni veten si jam në marrëdhënie me njerëzit, jam biri Perëndisa i ngjashëm me Jezus Krishtin, gati për të flijuar dhe jo për të patur urrejtje. Sepse me Jezus Krishtin gjatë këtij flijimi që po ngjitej në kryq në Golgotë, të gjithë u rryen, të gjithë shanë, të gjithë poshtëruan, e fyen, por Jezus Krishti thoshte faljo atë sepse nuk din ç'bëjnë. Çfarë zemër të madhe, çfarë shembull na jep ne Jezus Krishti. Dhe tani jemi përpara këtij flijimi që do të marrim nga trupi dhe nga gjaku i Jezus Krishti. Ajo bukë vëllezër që ne marrim dhe thyejmë, është bukë. Por kur lutemi përpara Perëndisë, ajo bukë është trupi i Krishtit vëllezër që u thye për ne. Ajo kupë është kupë në këto momente që i kemi në dorë vëllezër. Por në momentet që bëhet lutje përpara Perëndisë, ajo kupë është gjaku i Krishtit që u derdh për ne vëllezër. Prandaj do shumë kujdes kur ta marrim trupin dhe gjakun e Krishtit. Prandaj ka shumë të dobët midis jush dhe të sëmurë dhe shumë vdesin, thot Zoti. Sepse duhet ta shqyrtojmë veten tonë mirë vëllezër. Në marrëdhënie me vëllezrit, në marrëdhënie me bashkësinë, në marrëdhënie me njerëzit që më rrethojnë. Jam shembull kudo ku jam. Duhet të jem dritë vëllezër kudo ku jam. Sepse duhet të shohin Krishtin në mua njerëzit. Dhe Krishtin në mua njerëzit nuk e shohin kur unë bëj të njëjtat gjëra që bëjnë njerëzit që më rrethojnë. Prandaj thot vëllezërit e mi, thotë, secili të shqyrtojë vetveten, kështu të hajë nga buka dhe të pijë nga kupa. Jo të mos hajë, të hajë nga buka dhe të pijë nga kupa. Por duke e shqyrtuar veten, para se të shkoni në Zotin, thotë diku vëllezër, dhe kujtohesh që kam diçka me vllajin apo me motrën. Merre vllajin, folë me vllajin dhe rregulloje me vllajin, thotë, që ky flijim që ti do të bësh, që do të shkosh dhe do të paraqitesh përpara Perëndisë, të jetë i pëlqyer në sytë e Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Edhe në momentin që ne lutemi para se të marrim nga trupi dhe gjaku i Krishtit, i lutemi Zotit që të na falë vëllezër. Nëse kam diçka me vllajin, i kërkoj falje Zotit dhe vllajit. Dhe nuk ka në zemrën time asnjë lloj urrejtje. Nuk kam asnjë gjë me vllajin dhe motrën. Atëherë unë do ta marr trupin dhe gjakun e Krishtit. E falenderojmë Zotin. Sepse thotë, ai që ha dhe pi pa denjësisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij. Që do të thotë në mes të kishës, ai që merr trupin dhe gjakun e Krishtit dënohet, po vëllezër. Kur unë nuk kam kuptuar akoma se çfarë po marr tani, ku jam tani, do dënohet ky njeri thotë. Nuk mundet të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit me urrejtje, me çmirë vëllezër, por me dashurinë e Krishtit. Duhet të kemi dashuri vëllezër. Kjo është arsyeja që Zoti na thotë shikoni, shqyrtojeni veten. Kërkojmë lutje përpara Perëndisë, Zoti të na falë dhe pastaj vëllezër të çliruar nga çdo lloj gjëje që mund të kem brenda meje, marr nga trupi dhe gjaku i Krishtit. Sepse marrin për jetësinë vëllezër. Jezus Krishti është jeta. Është jeta e përjetshme. Një njeri që urren thot nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Kjo është arsyeja vëllezër që duhet ta shikojmë me kujdes këtë gjë. Nuk është thjesht një rit.
do marrim nga buka, do marrim dhe nga vera, edhe ikëm dhe me vllajin s'flasim dhe nuk i japim dorën dhe i shikojmë shtrembër. Jo vëllezër, këto gjëra në kishën e Perëndisë, ky është ndryshimi i madh. Në kishën e Perëndisë nuk ka nga këto. Dhe thotë, sepse ai që ha dhe pi padrejtisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit. Duhet të dallojmë kush është ajo që po bëj tani, që po marr tani. Për këtë arsye ka në mes ju shumë të dobët, edhe të sëmurë dhe shumë vdesin. Sepse po të shqyrtoni veten tonë nuk do të gjykoheshim, por kur gjykohemi, ndreqemi nga Zoti që të mos dënohemi bashkë me botën. E shqyrtoj veten, e kontrolloj veten përpara se të marr nga trupi dhe gjaku i Krishtit. Jam i çliruar, nuk kam asnjë gjë me vllajin, me motrën. Jam mbushur plot me dashuri. Atëre marrim vëllezër dhe jemi bijtë të Perëndisë që të gjithë kemi marrë nga jeta e përjetshme, kemi marrë nga trupi dhe gjaku i Krishtit dhe paqja e Perëndisë është në të gjithë vëllezërit. E falenderoj Perëndin vëllezër. Kjo është dita e Pashkës, çdo ditë të parë të javës, që ne vëllezër e kremtojmë, e festojmë, sepse është trupi i Krishtit, është gjaku i Krishtit që u derdh. Dhe çdo ditë të parë të javës, ashtu siç lexova vëllezër, e bëni këtë thotë në përkujtimin tim. Ne përkujtojmë çfarë përkujtojmë çdo të diel vëllezër. Këtë flijim të madh që bëri Perëndia përkujtojmë. Kjo bukë është trupi im që është thyer për ju në kryq. Dhe kjo verë është gjaku që derdha për ju, gjaku i beslidhjes që ka lidhur Zoti me ne vëllezër. Një beslidhje të përjetshme, një beslidhje të shkruar në zemrat tona, që nuk do të hiqet kurrë vëllezër, nëse do të qëndrojmë vërtet si bijtë të Perëndisë, besnik vëllezër sipas fjalës të Perëndisë, në këtë thirrje të madhe që Zoti na ka bërë vëllezër. E falenderoj Zotin. Kaq vëllezër për sa i përket Pashkës që ne festojmë dhe ditës së dielët që ne festojmë. Nuk dua të zgjatem se si festojnë të tjerët vëllezër. Zoti di për të gjithë, Zoti na ka dhënë fjalën e Perëndisë dhe ne përpiqemi që të jemi të pëlqyer në sytë e Perëndisë sipas fjalës të Perëndisë vëllezër. Zoti të na bekojë të gjithë vëllezër. Amin.